Në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve historike dhe siteve arkeologjike, Qendra Kulturore në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, si dhe me mbështetjen e Bashkisë së Vlorës, ka çelur në lagjen e vjetër Muradije një ekspozitë historike me fotografi dhe të dhëna të monumenteve të kulturës dhe siteve arkeologjike në Vlorë. Skënder Spahiu, drejtuesi i Muzeut Historik dhe Etnografik Vlorë, thotë se në këtë ekspozitë është shpalosur pasuria historike dhe vlerat kombëtare. Këto element sipas Spahiu dëshmojnë hershmërinë historike të qytetit, por edhe zhvillimin social të popullit tonë. Spahiu thotë se ekspozita do të qëndrojë e hapur për ditë me radhë në Muzeun Historik të Vlorës. Qyteti i Vlorës ka një sër monumentesh kulture, objektesh të kulturës, objekte të natyrës, pjesë të trashëgimisë kulturore, të cilat një pjesë e tyre janë fotografuar dhe të ekspozuar në këtë ambient, të zgjedhur nga Qendra Kulturore e Bashkisë Vlorë në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë dhe muzeumet e qytetit. Janë element të cilët dëshmojnë për hershmërinë vendbanim, për rrugën që kanë ndjekur zhvillimin social shoqëror i popullsisë së Vlorës dhe Mëgjerë dhe kurorës së Vlorës. Kjo është një ekspozitë e cila do qëndrojë hapur edhe në ambientet e Muzeut Historik të Vlorës për të vizituar nga vizitorët të cilët vizitojnë muzeet dhe qytetin e Vlorës. Në to janë paraqitur objekte siç është kisha më e vjetër e Marmirojit, manastiri, vendbanimet e antikitetit, të Amantias, të Orikut, e qytetërimeve të tjera në rrethinat e Vlorës. Çelja e kësaj ekspozite u shoqërua edhe me një aktivitet festiv, ku janë performuar këngë dhe valle vlonjate nga nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të qytetit. Albana Çuro, drejtuese e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, tregon se qëllimi i këtij aktiviteti është të afrojnë nxënësit e shkollave të qytetit më pranë historisë dhe kulturës. Siç e shikoni, janë fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe Qendrës Kulturore Vlorë në këtë bashkëpunim në ditën ndërkombëtare të monumenteve historike. Është një aktivitet i përbashkët me pjesëmarrje e nxënësve nga disa shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit tonë. Ky aktivitet ka për qëllim nxitjen e fëmijëve dhe afrimin sa më pranë monumenteve historike, historisë së qytetit tonë, të vendit tonë. Aktivitetin e kanë ndjekur nga afër jo vetëm qytetarë të Vlorës, por edhe turistë të huaj që gjenden në qytet përgjatë kësaj periudhe.